tuneli Murrizit, tuneli Llogaras, së brendshmi sa herë bie shi, fillojnë edhe kullojnë, dëmtohet betoni. Këtu kemi të bëjmë me çështje të sigurisë pastaj, jo thjesht të qëndrueshmërisë. A është komod apo jo të kalojmë? Ti po thuaj që tuneli i Llogaras nuk është i sigurt? Po sigurisht fakti që nuk është i sigurt? Dalë se po e thotë inxhinier, nuk po thotë deputeti i Partisë Lëvizja Bashkë. Atëherë le të më dalë një inxhinier dhe thotë që është fare normale që kur bie shi, shiu të bjerë brenda tunelit. Ti kalon tunel? S'kam kaluar ndonjëherë jo, nga i Llogaras jo. Po pse? Nga frikë, ke frikë? Po nuk është thjesht çështje frike, është çështje. Jo, okay, frikë ose ke frikë se tani. Po pra, është çështje sigurie, pra, është çështje. Po pra, sigurie. Dhe prandaj përmenda si vepra të cilat do duhet të jenë në auditim. Inxhinieri i diplomuar në Universitetin e Manchesterit nuk kalon në tunelin e Llogaras se ka frikë. Nuk është çështje frike, po pra, nuk ke siguri. Nuk kam siguri. Po pra, ke frikë. Po, shiko, frika është relative, sepse ti mund të kesh frikë nga diçka. Fobi thotë. Jo, frikë nga diçka e panjohur, dhe kjo është në natyrën njerëzore. Se çfarë mund të ndodhë aty? Po, profesioni i inxhinierit ka këtë karakteristikë që ajo që është e panjohur duhet vërtetuar, pra. Sepse ajo që na jep siguri, qoftë që të hypim në avion, qoftë që të kalojmë në tunel, janë pikërisht llogaritjet që ka bërë një inxhinier më parë. Tani vetë fakti që në tuneli kullon ujë së brendshmi dhe duket sikur ekziston potenciali që të dëmtohet struktura e tij, atëherë do thotë se nuk është i sigurt, ose nuk është i asaj sigurie që pretendojnë standardet. Çfarë rreziku mund të ketë aty? Po vetë uji pra mund të gryej, përveç se mund të ndrysh hekurin që është në beton, atëherë mund të gryej aktiviteti i ujit gradualisht pra e gryen betonin duke dobësuar strukturën e tij pra. Ky është rreziku më i madh.